Shkojmë tashmë tek lajmi i radhës. Do ndalim po prapë te kinematografia, sepse duket se teknologjia, transformimi që media ka pësuar, patjetër që do të kishte një ndikim edhe në këtë botë të bukur të artit, të Hollywoodit, të një prej ceremonive më të famshme dhe më prestigjioze të ndarjes së çmimeve. Po flasim për ceremoninë e çmimeve Oscar, e cila në fakt mbetet ndërkohë një ceremoni tepër prestigjioze, që me sa duket do të përjetoj një ndryshim historik në mënyrën e transmetimit, duke nisur që nga viti 2029. Pas më shumë se 5 dekadash, transmetimi në rrjetin televiziv ABC, Akademia e Arteve dhe Shkencave të Filmit ka vendosur që eventi më i rëndësishëm i kinemas botërore të zhvendoset ekskluzivisht në platformën YouTube. Sipas marrëveshjes së re, ABC do të vazhdojë transmetimin e ceremonisë deri në vitin 2028, duke mbyllur kështu një epokë të gjatë bashkëpunimi që ka shoqëruar çmimet Oscar për breza të tërë shikuesish, ndërkohë nga ana tjetër, nga viti 2029 deri në vitin 2033, YouTube do të ketë të drejtat ekskluzive për transmetimin global të ceremonisë. Një nga elementët më të rëndësishëm të kësaj marrëveshje është fakti se transmetimi do të jetë plotësisht falas dhe i aksesueshëm për të gjithë pa kufizime gjeografike apo pa pasur një nevojë për abonim. Drejtuesit e YouTube dhe përfaqësuesit e Akademisë së Filmit kanë theksuar se ky vendim është marrë për të përshtatur me ndryshimet që kanë pësuar zakonet e të parit të medias dhe orientimit drejt rrjeteve sociale më shumë se sa drejt mediave tradicionale dhe konsumi i përmbajtjes krejtësisht ndryshe nga sa mund të bëhej një dekadë më parë. Shihet si një hap kthese patjetër për industrinë e argëtimit, duke reflektuar kalimin nga televizioni tradicional drejt transmetimeve online. Zhvendosja e çmimeve Oscar në YouTube patjetër që pritet që të arrisë ndjeshëm audiencën ndërkombëtare dhe të krijojë forma të reja ndërveprimi me publikun, duke bërë ceremoninë prestigjioze të çmimeve Oscar më gjithëpërfshirëse dhe më të aksesueshme se asnjëherë më parë. Pra duke nisur nga viti 2029.